vetëm me numrat, votë matet me faktin se a ju ka nënshtru diskursit pushtetit, apo e kundërshton qatë diskurs. Nuk është çështje nënshtrimit, frashë, është çështje e vullnetit qytetarëve. Po, përfundoj, lirisht. Veç dashta me përfundu. Këshyreni se e dëgjova më herët zërin Ajdari që filloj me, do më thonë pikrisht me thonë që të shpjegimin qysh Vjosa Osmani kish me qenë një kandidate konsensuale, sepse faktikisht ajo ma e afër të konë me LDK-n se sa me VV-n. Kjo është vetëm çka po dën me ndërtu ose me thonë këtë rast VV-ja që mi jau bo pak ma të letë LDK se PDK-s me najnë sa Vjosa Osmani në dy momente kyqe, ka pas plot momente, po që unë po t'i thot dy kyqe tepër të rëndësishme, që u konë totalisht në shërbim të vetëvendosjes. Edhe ajo u konë në ne mos zgjedhja kryeprokurori shtetit, mos harroni, kryeprokurori shtetit a dini pse nuk është zgjedh. Albin Kurti ka dalë në deklarat publike dhe ka thonë te zotni që ke kandidu për kryeprokuror shtetit, nuk ki mu bo kryeprokurori shtetit, dhe Vjosa Osmani si instrumenti Albin Kurtit nuk e ka dekretu kur. Po jo për të arsye. E dyta, kjo është publike mëre, kjo është si me dalë sot Albin Kurti ka thonë, nesër Vjosa Osmani nuk e ka dekretu. E dyta, sot tash qëre se LDK-ja sot kur pëdën me arsyetu vetit qëndrimin sot, po thot qëre se na Vjosën Osmani në e kena si tonë, në e bofsha sa ma shumë që si gabime dhe ke lumiri. Amo këta Vjosa Osmanin e kanë akuzu vetë, për shembull për datën e zgjedhjeve që ja ka përshtat krye këpët sa i ka pyet, do të thonë, datën e zgjedhjeve e ka caktu Albin Kurti, e Vjosa Osmani veç ja ka miratu. Tash të shkurt. Po do të thonë, kjo është veç justifikim për ndryshe për çka me konë Vjosa Osmani.